Cinecittà, Shumë prej jush e njohin Cinecittà, e kanë parë si studio, por në Cinecittà ka luajtur filma madhështor. Unë nuk e harroj kur kam futur për herë të parë në Cinecittà, ishte viti 2003, që u futa si guest, si i ftuar, sepse më përpara futesha me anë të tjerëve, me fjalë ishe pjesëtar i një grupi tjetër brenda një programi televiziv. Por për herë të parë u futa si the guest ose si personazh në vitin 2003 në programin e famshëm Sognando Las Vegas, që isha jo vetëm konsulent artistik, por bëra dhe spektakle brenda emisionit. Emisioni drejtohej nga Max Tortora, që mbetëm miq prej vitesh, ende sot, dhe Luisa Corna. Ka qenë një periudhë fantastike, bile në atë kohë punoja vërtet shumë, por më mbaj mend atë kartën që më kanë bërë, sepse ishte një kartë që quhet badge. Me atë ti badge ti futesh edhe dilje kur të doje. Për mua ishte gjë e madhe. Do t'ja them pse ishte gjë e madhe. Sepse ndërkohë ju tregova një pjesë këtu ku futesh, te i futesh dhe andej nga ana tjetër del. Por po thoshe që këtu kanë luajtur filma madhështor, edhe Hollywoodi, edhe Roma, kur atëre bëndin filma fantastik. Dhe dua t'ju them që ishte një privilegj i madh që Nadir Mura nga Llakatundi të vinte dhe të bënte të ftuarin special në Cinecittà. Dhe ishte periudhë, thash, që atëre punoja qoftë në televizione këtu në Itali, por edhe në vende të tjera. Mbaj mend që në atë kohë, viti 2003, punoja edhe në Maltë, në televizionin shtetëror të Maltës, për gjatë, për rreth 11 muaj. Dhe ishte periudhë e bukur, por ajo që ju thash më përpara, që nuk e harroj kur, ishte ai badge që më bën që futesha kur të doja dhe dilja kur doja. Bile do t'ju them, një miku im, që është rritur dhe lindur këtu në Rom, është dhe djali i një nga ish ministrat këtu në Itali, ka qenë ministri i ushqimores, dhe ky zotëria, që është një arkitekt, nuk ishte futur kur këtu brenda. Dhe mbaj mend një mbrëmje, ai më tha, shiko, tha, sot tha, kur të mbarosh ta ikim për darkë, tha. I thashun, po pse nuk vin? Thashun, po pse vi dot? Unë tha, pse? Thashun, s'ka asgjë. I them, thashun, që me mua. Çfarë thua ti? Dhe kur erdhëm këtu, i thashun, këtyre shtoni dhe një njeri, thashun, që është me mua. E mora telefon, shtoni, thashun, dikë. Dhe i thash emër mi emër. Kur erdhëm këtu, që u fut brenda, e mbaj mend këtu ku jemi futur. Ja 200 metra nga këtu, ai u malligjye. Po si më tha, unë jam rritur dhe lindur këtu në Rom, tha. Të vi njëri, tha, nga Shqipëria, tha, dhe të më fus mua, tha, në Cinecittà, që për mua, tha, pse i thashun, çka, pse s'ke futur, po nuk futesh dot, sepse është e vërtet, nëse ti nuk punon këtu, nuk futesh dot. Dhe ishte ere parë që ai u fute, u malligjye. Pastaj më tregoi dhe për gjithë ato rastet në filma që ishin bërë këtu dhe që ai dëshironte që të merrte pjesë. Po flas filma të atëhershëm që nga vitet 80, 90, ndoshta edhe më përpara, në Cinecittà janë luajtur filma fantastik, të mëdhenj. Po shikoj makinën ndërkohë se e kam këtu, ky me qenë se mje, tha, bëj shpejt video, tha. Se i thash do bëj një video. Duhet ta dini që është ndaluar të bësh video pa leje, tani këto janë video për telefon, apo po them kështu për shembull me telekamera, apo kështu, është ndaluar, duhet marrësh leje. Ç'është e vërtetë, Megjithatë, doja t'i thoshja që Cinecittà është vendi, si themi, i kinematografisë italiane, pra aty ku lindi kinemaja në botë, që është e vërteta, sepse nga këtu, nëse mbani mend, këtu lindën filmat e parë me western. Pra filmat që flitej për western amerikan, lindën pikërisht këtu, në Cinecittà. Dhe pastaj më vonë shkuan, pastaj dhe filmat me Herkulin, nëse mbani mend. Mbani mend Steve Reeves, fantastik.
ishte ai muskulozi I parë që fitoi disa herë titullin botëror si njeriu me muskuj më shumë, sepse më vonë ishte dhe Arnold Schwarzenegger që ishte I dyti, ndaj dhe Arnold Schwarzenegger u bë I famshëm sepse e fitoi titullin disa herë, por Steve Reeves ishte ai që I thoshin Steve Reeves, jesi Steve Reeves, që bënte filmat me Herkulin. Dhe ata filmat me Herkulin janë bërë pikërisht këtu në Cinecittà. Dhe fëmiria jonë e mban mend shumë mirë, nuk e di ju sa qofse ju I keni parë, kush është mosha ime ose ndoshta më I madh, I mban mend mirë filmat me hollywoodian, që thoshin hollywoodian, por ata ishin për këtu në Cinecittà, me Herkulin, me Kriosin, filma që bën miliona dollar në atë kohë, dhe që me kalimin e kohës, ky vend këtu pra Cinecittà u degradua dal nga dal. Dhe është gjëna I madh, sepse kinemaja italiane hodhi themelet në botë si filma siç është sot Hollywoodi, bëri para pafund në atë kohë. Në fakt sot Hollywoodi ka kaluar në vend parë, qofse keni vënë re filmat e Hollywoodi tashmë fitojnë edhe $1 miliard, sepse të themi të vërtetën janë të kualitetit, kurse tani këtu filmat që bëhen në Cinecittà tani janë të nivelit të dobët dhe nuk shiten sepse kinemaja ka ndryshuar shumë dhe kërkon kualitet. Pra nuk janë më ata filmat e atërshëm ku bëheshin me një buxhet të madh dhe me një formë kinemaje që ishte një kinema artistike, jo si sot. Sot përdoren efekte speciale dhe në Itali nuk ka efekte speciale, nuk bëhen me efekte speciale. Bile ne do bënim një dokumentar tani për këtë punë që po bëjmë, një dokumentar me efekte speciale, por është e pamundur sepse shifrat janë marramëndse dhe kushtet janë shumë të këqija për të bërë një film të tip. Bile unë gjeta një produksion turk që bën me çmim të mirë dhe kualitet të madh, që është kualiteti mund të krahasohet me ata të Australisë, pra me studiot e Australisë. Kështu që ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar, megjithatë, meqense u gjenda këtu tani dhe po pres çunat, doja t'ju tregoja këtë që për herë të parë që janë futur këtu, nuk do ta harroj kurrë, me një fjalë kur u futa si personazh, pra me Beç, që ishte emri im Nadir Mura në atë Beç. Kështu që janë satisfaksionet të jetës. Unë shpresoj që edhe ju, shpresoj vërtet nga thellësia e shpirtit që keni dhe ju satisfaksione të jetës për shumë gjëra, për arritje të shumta, sepse janë gjëra që përveç se të mbushin, por edhe këtë çfarë u tregon miqve, shokëve, familjarëve në të ardhmen. Dhe përsëris edhe një herë, nuk ma priste mendja kurrë që unë nga fshati të vija të bëja televizion në Itali apo të futesha këtu në Cinecittà. Megjithatë, ju përqafoj, ju përshëndes të gjithë, ju uroj suksese nga thellësia e shpirtit. Thjesht ja u tregova kështu, ma bëni halal tani. Hajde, ju përqafoj. Kalofshin ditë këndshme. Do t'u tregoj edhe një kështu nga jashtë, që ta shikoni mirë